Rrallë ndodhen në një klasë ku realizohen testimet 2 deri 3 nxënës mos qaj. Më tepër do të thotë po, të përkushtohet se nuk e ndjen veten mirë. Kur një fëmijë i cili mundohet, përkushtohet me çështje të tilla, por kur e sheh veten se kur ballafaqohet me detyra problemore nga jeta reale, nuk është në gjendje të zgjidhë. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye se pikërisht në librat të cilët janë të përpiluar, më tepër do të thotë ka detyrat të cilët janë procedurale, detyrat të cilët vetëm duhet të kryejnë operacione, të mbajnë mend, do thotë kjo që nuk është kjo në sistemet arsimore ndërkombëtare, sistemet e zhvilluara, flasim ku unë po i analizojnë vazhdimsi ato dhe kur shohim se çka jepet atje. Atje jepen detyra dhe pikërisht nga grup moshat më të vogla, ku jepen detyra nga jeta reale, do thotë diçka që matematik ta ndërlidhe me një sfidë jetës, me një ballafaqim të përditshëm në dhomën e tij, do thotë në rrugë, me shokët, me prindët, me familjarët, me diçka që si ta zgjidhat problemin. Detyrat e tilla janë të kyçura fjalën e testimet ndërkombëtare që bën edhe hulumtimet. Kur bësh një krahasim, shoh se është mjerim pikërisht, nuk është e rastit, nuk mundet një fëmijë i cili nëse të matur do thotë inteligjenca e tij tregon se është niveli të lartë, nëse do thotë pasioni ndaj punës është i madh, përkushtimi ndaj punës është i madh, në testim dështon. Ka diçka. Është viktime diçka. Pikërisht kjo është mbytyje që në sistemet arsimore, në strategji, duhet mendohet mirë. Nuk është ajo vetëm se ne do të bëjmë ndryshime, ja koncepti i ri, po ai koncepti mirë, po ai koncepti do të kyçen do thotë shumë faktorë të cilët do të ndihmojnë se në detyrat që jepen, duhet të parashifen do thotë sipas taksonomisë së Bloomit të gjitha ato nivelet, secili fëmijë ta gjej veten, do thotë në ato detyra, në ato angazhime dhe aktivitetet. Jo vetëm për një kategori të nxënësve kështu me radhë, secili po me mundësi që secili të kalon një shkallë përpara të ecë.